Kjo është hyrja e spitalit rajonal të Elbasanit, aty ku fare pranë rrethimit ka banesa dhe biznese të ndërtuara rreth 30 vite më parë, mes tyre edhe objekte të këtij zotërie. Në krahun tjetër kam dhënë si shërbimi lokal. E shohim? Po. Zotëria i cili na hapi dyert e shtëpisë për të ndarë me ne hallin e tij është Aqif Hoxha, i ardhur 35 vite më parë nga rrethinat e Elbasanit në qytet, aty ku vendosi të krijojë jetën bashkë me familjen dhe krahas banesës disponon edhe një biznes familjar. Lokali ka dalje nga ana e spitalit, këtu është problemi jon. Kur Aqifi thot problemi ynë, nuk e ka fjalën vetëm për shtëpinë e tij, por edhe për fëmijët. Pasi në këtë zonë të Elbasanit, palishmëria është ulur këm kryq duke prekur disa familje. Në 2017, spitali bëri rrethimin e tij dhe ne në mezi si hapësirë vetëm kjo. 7 nedra që e kemi fituar me gjyq në gjykatën e apelit Durrës. Spitali pretendonte që kufiri është ngjidhur me godinat tona. Gjyqi vendosi që të krijohet një hapësirë për 7 metrash. Bëhet fjalë për këtë mur rrethues, i cili pas gjyqit të vitit 2015, ku gjykata e Durrësit vendosi pavlefshmërinë e lejes së ndërtimit nga Bashkia Elbasan, sërish u bë, por duke respektuar distancën nga bizneset dhe banesat aty pranë. Dhe këtu nisi kalvari i problemeve për 6 familje në atë zonë. Ne merrem të izoluar, sepse fqinja jonë me lejen e bashkisë ndërtuan një penalizimi. Bëhet fjalë për këtë njësi shërbimi bar kafe në pronësi të zotit Anestitore. Në gjithë këtë hapësirë të madhe që zotëria disponon, problemi dhe palishmëria qëndron te kjo pjesë këtu, e ideuar fillimisht si një tent hizimi, por që më pas do të kthehej pak nga pak në një ndërtim me leje legalizimi dhe brenda mundësive, pse jo, edhe me hipotekë. Por përpara se t'ju shpjegojmë shkeljet flagrante të institucioneve kompetente për këtë pjesë lokali që u ka bllokuar rrugën 6 familjeve, një prej tyre përpari Maçkës, do t'ju tregojmë se si në 2017 Aluizni dhe IMT-ja e Elbasanit i prishi këtij të fundit objektin me justifikimin e ndërtimit të murit të spitalit në kundërshtim të plot me ligjin. Jam pronari kësaj pronës këtu. Apo në proces legalizimi që në 2006. Nuk më aprovon. Në 2017 erdhën pa pritur fare, më datë 28 prill kam prish biznes. Po komplet këtu. Arsyeja ka qenë se ke hyrë në territor spitalit. Kur ne kishim fituar gjyqin për vendosjen e murit. Pas gjyqit të fituar nga paditësit në vitin 2015 për pavlefshmërinë e ndërtimit të murit të spitalit, më datë 20 prill 2017, IMT-ja i kërkon Aluiznin të Elbasanit skualifikimin nga procesi i legalizimit të disa ndërtimeve në lagjen Haxhias, ku një prej tyre ishte objekti përpari Maçkës, me arsyen se në territorin e spitalit do të kryej investim publik. Më datë 25 prill Aluizni vendosi përjashtimin nga legalizimi të objektit të sipërpërmendur. Dhe të nesërmen, pa u plotësuar 24 orë, IMT-ja me fadromat e saj prishën pa asnjë paralajmërim apo njoftim objektin e zotit Açka. Ky i fundit paditi në gjykatë institucionin e Aluiznit dhe IMT-së Elbasanit për veprime të paligjshme dhe gjykata me datë 5 dhjetor 2018 i dha të drejtë, pasi ekspertët sqaruan qartësisht se distanca e objektit nga muri është 7.55 metra, duke mos patur mbi vendosje me territorin e spitalit. Varet se si u janë dukur këto 7.5 metra IMT-së Elbasanit, ndoshta si kanë matur mirë se vështirë të gabojnë ata. Dhe për te ironisë që të tilla institucione meritojnë pa kur fare hezitimi, përmendim se në arsyetimet e ekspertëve të gjykatës sqarohet se kur ka një vendim të formës së prerë për pavlefshmërinë e lejes së ndërtimit të këtij muri, nuk mund të kërkohet nga IMT-ja skualifikimi i objektit nga procesi i legalizimit me arsyen e investimit publik. Ndaj një nga pikat e vendimit të gjykatës ishte detyrimi i Aluiznit për të vijuar procedurat për legalizimin e objektit të zotit Açka. Por kjo vetëm në letër, sepse ky i fundit sot e kësaj dite, jo vetëm që nuk ka marrë lejen e legalizimit, por ende nuk është dëm shpërblyer. Unë kam një biznes, që 2017. 8 vjet shikoj si ka padis lokal. Shif, jam veti 5 pa punë. Momenti që ishin këto kalova dhe para infrak, vunaj na zemër. Mirë këto taksirate që na ranë. Bashkia tash na ka dhënë leje, pronari tjetër, lokalit parë, na ka bllokuar komplet hyrje, nuk funksionon asgjë. Mund kanë hyrë 4 metra, 5 metra mrena, aty ka dalë 6 metra jashtë. Siç e përmendëm edhe në nisje, bëhet fjalë për këtë shtesë në hyrje të rrugës, për të cilën më datë 3 prill 2018 pronari lokalit mori leje për kryerje punimesh, e më vonë leje për vendosjen e një tende hizimi, por që më pas u shndrua në një hapësirë të mbyllur me hekura e gipse. Që nga ajo kohë ne kemi mbetur të izoluar, shërbimet automobilistike jashtë çdo funksioni, nuk shërben ambulanca, nuk shërben servisia, furnizimet për lokalit nuk funksionojnë, sepse nuk mund të hyjnë, sepse nuk mund të hyjnë.
Nga Si ja bëni apo në... Po i marrë në krah. Ka marrë 2 herë leje për riparim të lokalit edhe vendosin e panelave. Materialet kemi marrë në krah nga rruga. Asi lloj furnizimi nuk bëjmë dot. Nuk din a kemi lokal. Sa do ku pamje, nuk hyn as zerfiksja, as ambulanca. Vend shkoj ka i na vin kenë ndër shtëpisë tonë. Këtë puni bën bashkia. Jam pronari këtu në 2 ambienteve. Jemi me leje legalizimi, me hipotek. Vjen një moment, zotnia tu na bllokoi rrugën, na ka prish punë, edhe fush pamjen, edhe hyrja është e vështirë, dyqanet nuk duken, edhe u blloku nga 3 vjet. I kam çu me qira. Qira gjendje janë duar për mungesë. Ja, po patjetër, nuk ka fush pamje, i ishin ca ferra tu me zi, prej me lut, plot fuqish, merr policia. Dhe çfarë u zgjidh? Asgjë. Pas lejes për tendizimi, më datë 13 shkurt 2019, pronari lokalit lidhi kontrat me Bashkinë e Elbasanit për përdorimin e hapësirës publike kundrejt pagesës, por në dokumentin zyrtar të bashkisë nuk është vendosur adresa e saktë, si përfaqja e hapësirës së zëna, po shuma që duhet paguaj në bazë të metrave katror të zëna. Në pikën 5 të nenit 5 të kontratës, thuhet qartë se përdoruesi duhet përdor hapësirën publike në mënyrë të tillë që të mos kufizojë, shkaktoj dëme apo të shkel të drejtat e palëve të treta. Një pikë që ai e ka shkelur me të dyja këmbët në dëm të fqinjve. Kuptohet edhe me bekimin e bashkisë. Kohë që pritet që të lirohet hapet rruga sistemohet, ato i përtrin lejen edhe kështu funksionon vit për vit. Kërkojmë drejtësi, kërkojmë që të shfrytëzojmë pasurinë tonë. Po do të punësojmë vetë. Kemi investuar 30 vjet, kemi qenë në migracion. Kemi bërë biznes për të ushqyer si familje. Nuk tu kam punuar me familjen. Tash jemi të gjithë pa punë. Kemi bërë kërkesa, ankesa. Absolutisht asnjë lloj gjaje. Bile na fajsoj. Pse kërkon një drejt? Kjo është poshtërsi, nuk e di çfarë. Me sa duket, etaloni i fjalës poshtërsi në Elbasan është krejt ndryshëm. Sepse poshtërsi duket se është të kërkosh të drejtën tënde. Jemi 30 vjet që punojmë tu, vjen një moment, tak, e ndërande. Po në fillimet e tij, patët komunikim ndoshta gjeni zgjidhje apo fare? Pare komunikuar me atë, tha unë da bëj. U ankum bashki, u ankum polici, i këmëtëja, qeni ti se nuk e lejmë, le ta baj dhe prishim, nëse u ba fakt, nga ngeli aty. Ne dumt na lirohet rruga, kemi edhe akses për të kalu edhe makinat, edhe ambulanca, edhe zjafiksja. Është rrugë, la për rrugë. Të dëmtuarit në gjithë këtë histori kanë bërë 10 kërkesa dhe ankesa, drejtuar kryetarit të bashkisë Gledian Llatja, prefektit IMT-s, por asgjë madje sipas kësaj të fundit në përgjigje që mban datën 16 dhjetor 2021, objekti nuk prishet pasi pronari disponon leje shfrytëzimi dhe paguan taksa. Por kjo është e pasakt, sepse në pikën 6 të kontratës thuhet qartë se përdoruesi duhet të shmang pengimin e qarkullimit të mjeteve dhe siç shihet në këtë pjesë mund të kalojnë vetëm këmbësorët. Sa i takon nenit 6 të kontratës, thuhet qartë se bashkia ka të drejtë që për interesa publik të vendosë ndërprerjen e kontratës përpara afatit. Dhe bashkia jo vetëm që nuk i merr parasysh ankesat e qytetarëve, por bëri rinovimin e kontratës duke u tallur haptas me ta. Në këtë formë, më datë 2 shkurt 2024, bashkia njofton palën e dëmtuar se zoti Anesti Tore nuk i është miratuar rinovimi i kontratës mbi përdorimin e hapësirës publike për vitin respektiv, por 3 javë më pas, më datë 23 shkurt 2024, nën kryetaria e Bashkisë Elbasanit Aulona Bilykbashi, e renditur e treta në listën e hapur të deputetëve të Partisë Socialiste për qarkun e Elbasan, ja rinovon pa marrë parasysh 5 vite sorollatje e mundime të 6 familjeve, të cilat penalizohen nga ky ndërtim. Por dhe kadastra nuk është se ka mbetur pas në këtë garë palishmërie. Kërkesa dhe ankesa të panumërta janë dërguar këtij institucioni, shkeljet ligjore të cilit janë flagrante. Sqaruam se zoti Tore gjithçka e nisi me ide në një tende hizimi, më pas rrethoi ambientin duke bërë punime duke kthyer në pergolat me gipse dhe ndërkohë që rinovonte kontratat për shfrytëzimin e hapësirës publike, e shpall objektin ndërtim pa leje dhe më datë 30 mars 2021 aplikon për leje legalizimi. Duke vënë në zbatim shprehjen popullore tull bëhet mur dhe më pas bëhet kalaja. Ndërkaq të friksuar për veprimet e fqinjit të tyre, të dëmtuarit i drejtohen kadastrës së Elbasanit me një ankesë për mos legalizimin e objektit dhe në përgjigjen e datës 26 shtator 2022, kadastra shprehet se përparësi në procesin e legalizimit do të kenë ata individ që kanë bërë vetdeklarime në vitet 2005-2006. Logjikisht, sipas kësaj përgjigje, përparësi duhet kishte zoti Përpari Maçka, i cili ka aplikuar që në vitin 2006. Por jo, sepse me sa duket zoti Maçka nuk është militant partie, por qytetari thjesht që sheh hallin e tij. Dhe në Shqipëri, nëse nuk je me parti në pushtet,
Jo vetëm që nuk jemi të drejtat barabarta, por mund të konsiderohesh edhe armik. Këtë ideologji e ka ndjekur më së miri ish drejtori i kadastrës së Elbasanit Adi Qose, i renditur i 4 në listën e mbyllur të deputetëve të Partisë Socialiste për qarkun e Elbasan, i cili më datë 5 nëntor 2024 firmosi lejen e legalizimit të ndërtimit pa leje në favor të zotit Tore. Një lloj nderi ndaj abuzuesit që me gjast në një moment caktuar do duhet i kthehej pas. Dhe për të kuptuar më së miri këtë punën e qokave me leje legalizimi në prag zgjedhjesh, mjafton të shohim vetëm muajin nëntor 2024, ku janë dhënë mbi 65 leje legalizimi. Por le të kthehemi tek rasti konkret sepse nuk ka mbaruar këtu. Sepse gëzimi për pronarjen e lokalit do të zgjaste fare pak. Pas lejes së legalizimit, ai jo vetëm që nuk do të merrte dot certifikatën e pronësisë, por do të humbiste edhe lejen, pasi më datë 6 shkurt 2025. Vetë drejtori i kadastrës Adi Qose, që tashmë me shumë gjaz do ta shohim duke ngritur kartonin në parlament, do të firmoste aktin e pavlefshmërisë absolute të vendimit të ndërtimit pa leje, firmosur po nga ai vetë në nëntor 2024, me arsyen se leja e legalizimit nuk rezulton të jetë nxjerrë në përputhje me kërkesat ligjore, dhe arsyetimin e ka vijuar duke e lënë topin ekspertit të tij, i cili pas ka gënjyer duke e cilësuar ndërtimin të lidhur pasgjithshmërisht me tokën, siç e parashikon ligji për legalizimin e ndërtimeve informale. A mos ndoshta revokimi ka ardhur nga frika se ky veprim i paligjshëm do të bëhet publik, apo mos eksperti ka ngrënë kumbulla larg syve të shefit? Më mirë të pyesim ish drejtorin Qose, tashmë deputet i Kuvendit të Ri të Shqipërisë. Zoti Qose, përshëndetje. Për ardhi nga emisioni Piranjat. Para disa muajsh, para se të jepni dorëshën nga kreu i kadastrës, keni anulluar një vendim legalizimi për një lokal në fillim të hyrjes së spitalit të Elbasanit. Ju kujtohet? Rasti është një rast shumë zyrtar, i ka gjithë informacion zyrtar, janë gjithë informacion. Si ka mundësi që anulloni veten tuaj? E kuptuat që ishte diçka e paligjshme, leje legalizimi? Nuk ka lidhje fare, janë gjithë arsyet i ketë parashtruar, shkresat i ke marr, dijenin e ke, nuk do futesh. Po pse është zyrtar dhe takimë, që nuk mund të vish në ambientin një selie që është zyrtar. Ore, këta e kujtojnë selinë e partisë Selia e Shenjtë e Vatikanit. Në 2024 keni dhënë një leje legalizimi, e cila është aplikuar në 2021. Ka qytetarë që presin nga 2005 a 2006 për legalizimi dhe ju legalizoni një që aplikon 2021. S'ka lidhje fare. Në fakt po, pavarësisht se deputeti i ri e mohon. Jam pronari i kësaj pronës këtu. A fut në proces legalizimi që në 2006. Nuk ma aprovon. Dhe për t'u rikujtuar, shiheni edhe një herë përgjigjen e vet kadastrës, e cila u sqaron ankuesve se për parësinë e legalizimit do të kenë ata që kanë aplikuar në 2005-2006, por në realitet përfiton ai që aplikon në 2021. Megjithatë, shpejt ish drejtori i kadastrës ja anulloi lejen. Por çfarë trëmbi kaq shumë zotin Qose që bëri këtë veprim të zgjuar para se të jepte dorëheqjen për të kandiduar si deputet? 313. Po që mund të ketë drejt Luli, sado thonë që burgu është për burrat, ka nga ata që tremben sa i dëgjojnë emrin. Ndërsa ndryshe ka menduar kolegja e Qoses, Aulona Bylyk-Bashi, e cila ndoshta e lodhur nga firmosjet e shumta, para se të jepte dorëheqjen si nën kryetare e Bashkisë së Elbasanit për të kandiduar si deputete, i bëri edhe një nder të fundit pronarit lokali, duke i rinovuar kontratën e shfrytëzimit të hapësirës publike, pavarësisht se duke qartë se ky objekt i shkakton dëm me palëve të treta dhe pamundson aksesin e mjeteve të shërbimeve publike, por edhe atyre private për furnizimin e bizneseve me mallra dhe shërbime, një lloj siç parashikohet dhe në akt ekspertimin e datës 6 korrik 2024, përgatitur nga eksperti Dimitër Rumbullaku për gjykatën e Tiranës. E tham edhe në fillim, ish nën kryetare e bashkisë Aulona Bylyk-Bashi, e cila për më shumë se një muaj kërkoi votën e qytetarëve të Elbasanit, duket se ka qenë shumë dorëlëshuar me kontratat. Madje jo me kontrata do si do, por me tendera miliona euro që kanë përfunduar në xhepin e personave të arrestuar dhe skeduar nga SPAK. Siç është rasti i tenderit me flamur të kuq për shërbim dhe pastrim të disa njësive administrative të Bashkisë Elbasan, ku më datë 13 nëntor 2023, Sonja Bylyk-Bashi firmosi për të dhënë 570 milion lek firmës Viola Green, me bashkëpronar Marcel Shegën, i arrestuar në Milano nga policia italiane pasi u kap në përgjimet e grupit të Suel Qelës, i cili sipas SPAK është truri financiar i organizatës kriminale. Gjithashtu, Aulona Bylyk-Bashi më 28 shtator 2022 ka firmosur tenderin me vlerë 1.2 miliard lek për rikonstruktimin e shkollës së mesme Konstantin Kristoforidi, një tender ky me flamur të kuq për shkak të skualifikimit të gjithë operatorëve konkurrues, edhe atyre që kanë paraqitur ofertën më të ulët. Fituesi i tenderit është kompania Bajrami në SHPK, me themelues Nazif Bajrami, në ambientet e të cilit SPAK kreu kontrolle një muaj më parë në Elbasan me urdhër të GKK, pasi dyshohet si pjesë e grupit të Suel Qelës. Drejtësia është fusha
e njerëzve që dëgjohen më pak. I kam shumë të mira punët me drejtsinë. Frar Derista nga Misioni Piranja, do jeni për kraj qytetarëve nëse zgjidheni në parlament si deputete? Padyshim. Si në rastin e qytetarëve me mbiemër Raçka apo dhe Aqi Foxhës që janë ankuar disa herë pranë bashkisë për lokalin e zotit Anesti Tore në hyrje të Spitalit të Elbasanit, besoj jeni ndjen. Tash janë me mira raste në 12 vitet e mia që kam kaluar në bashki, kështu që tani nuk më kujtohet, po menjëherë sa të kalojmë. Tash e shikoj të foton, padyshim. Duhet të kujtoni, duhet të kujdeseni për të rinovuar kontratën. Duhet të kujdeseni për të çka nuk i firmosun kontratat e rinovimit. Kontrata? Po, Olona Bilikbashi. E kuptoj pra po është kontrata vitit 2024. Jo tani jemi në 2025 apo jo? A keni firmosur ju? Jemi në 2025. Se çfarë nuk kupton me këtë, vetëm zonja Bilikbashi mund ta sqaroj. Një nga pikat. Doni të shpjegoj? Enenit 5 thotë që përdoruesi duhet ta përdorë hapësirën publike në mënyrë të tillë që të mos kufizojë dëme. E di për më. Kontratë është një kontratë hapësire publike. Edhe një herë, është një kontratë hapësire publike. Dhe do të thotë kontrata hapësirës publike. 2 pika të një nenit, të një kontrate duket se janë hiç gjë për zonjën Bilikbashi. Keni bërë shumë prokurime në bashkinë tuaj dhe keni firmosur shumë tendera. 12 vjet madje. Ju kur i firmosni tenderat, sidomos kur shpallet fituesi, i verifikoni cilat kompani janë fituese apo cili është administratori? Është padyshim, po e verifikon VKV-ja, jo titullari. Po, se keni dhënë disa tendera. Faleminderit juve. Sa po e pyetëm për tenderat që i ka dhënë personave me rekorde kriminale, deputetja e re e Elbasanit e ndërpreu bisedën me ne dhe vendosi të largohej pa na dhënë asnjë përgjigje.